Alo, përshëndetje, mirë mbrëma, mirë se na erdhe mik i nderuar Ahmet Zeqiraj. Alo, mirë mrama, përshëndetje dhe për ju Lule, përshëndes gjithë dëgjues e radios, stafin e juaj, ju uroj një mbrëmje të mirë. Faleminderit shumë Ahmet. Ahmet si je familjarisht, a je ludha që ki holla ta dirë të? Mirë, faleminderit, po mirë. Pa, që shtu më që të halët përditshme, po mirë, kryesisht mirë jemi, faleminderit. Mirë. Ju, Mirë për zotin, mirë edhe na familja qështu. mirë? Mirë, mirë, faleminderit për pyetje, mirë, jemi mirë, po kalojmë qështu, si ngërbet, e din vetë. Ajo është më rëndësi, ajo është më rëndësi. Çka me bën? Jo, A, deshta të bona pjesë edhe unë e urimit, të rëj fat, punë, shëndet, edhe rrugtim të mbar me radion, edhe duroj që të kesh dëgjues sa ma shumë, po serioz, kualitativ, ajo është me rëndësi, se për besë na po dëgjojmë gjithka, po njim gjithçka, po për mendimin tam, radio është një drejtare ku duhet me na lidhë, ku duhet me na afru, ku duhet me na lënë me shpreh mendimin ton, deri një farmase, jo me dal jashtë kornizave me ofendime ku ta diune, kështu që të rej shnet unë të mbarë e gjithat njët me radizerin e mirë. Faleminderit shumë Ahmet, respekt pa fond. Me të vërtetë është kënaqësi e junja që sonte gjete kohën pikërisht në 2 vjetorin për të na uruar. Unë të falenderoj nga zemra edhe lutem edhe unë i bashkohem kësaj thirrjes tonë që çdo media, pa më parasysh është televizion apo edhe radio, te kinë sa ma shumë mirë kuptim të i bashkojnë në dëgjuesit apo shoqëusit edhe të mos ketë përçarje, sharje, pyrje, se me të vërtetë ky viti që po lëm pas 2025, sidomos në për media ka qenë një vit që inshallah nuk përsëritet asnjëherë, me ofendime, me Amen. sharje, me fyrje, s'qa me thonë, nuk kam fjallë, po jam jo fjallën juve Ahmet, Po respekt pa fond. qëre, na paka shumë po, i dëgjojmë edhe i dim edhe ja dim edhe cilësinë edhe vlerën. Po gjithmonë njëri, sidomos drejtues kanë barën kryesore, po sigurisht edhe dëgjues. Se edhe dëgjuesi që për shembull ju i jep një hapësirën, më shfas një mendim, mës më shku në mënyra individuale. Këtu tash partitë politike jenë bërë si temat përditshme, të imponume edhe për neve, se jo me dashje, po sido që tjetë njëri duhet me pas një kufi një farë mënyre. As ty për shembull si drejtuese mos me qit në pozicionin me ardhe të shkputja ose bllokimi, se nuk është e ndershme, nuk është e moralshme, po edhe ju si drejtues duhet e, me i kuptu deri diku një farë mënyre, pavarësisht mos më konë të njanshëm, një farë mënyrë sa të mundet, një se na sigurisht që secili për neve nuk mundemi mbështet një subjekt politik, po roli i medias, roli i radios është më konë sa më i barabartë. Sa më i barabartë. Unë ashtu gjithmonë kam atë mendim edhe atë qëllim, kështu që edhe këtu sa kom patë, thëmë drejtën, unë nuk jam i rregull të thënë mirë në fillim se dëgjova, arsye paka shumë të i din, Po, po. po si do që tjetë, kur herë nuk i lua onësh, kështu, në të paktën ka një herë ka ishi qenë pa abu, pa ato që a kom pa, gjithmonë keni qenë transparent edhe pra këta ju përgëzej, seriozisht ju përgëzej, edhe ashtu duhet më konë, se për me hije, me bon për qamje, me bon, nuk na takojnë be, nuk është e natyrës tonë, se na lumë shqyqyr që për janë këto mundësi tash e mu avit, si lloj biseda, si lloj oda, si lloj mendimesh, edhe besa mësojmë njëri për tjetrit, kjo është kreativiteti, kjo apo mendoj është kultura jona dhe punë që duhet unik me konë një familje, pavarësisht se nuk jemi të një kraj politik, po sido që tjetë duhet mu respektu mendimi tjetrit, thash, derisa nuk kanë, se kanë njerë e din edhe ti, se del jashtë komizau.
është shumë e vërtetë, pajtuna plotësisht, por me të vërtetë ç'është e cekë edhe ti, drejtuesit e emisioneve duhet të kenë shumë kujdes. Sidomos kanë e marrin telefonat, kanë shkrime, sidomos stafit kujdeset edhe tjetë çdo herë prezent, të pakten mos të eskalon situata që shpo ka shumë. Unë e ceke, se me të vërtet kam shumë paku, nuk merrem tash me radio shumë, edhe nuk kam ku të dëgjoj, sidomos mbrëmje të Sigurisht, po sigurisht. me të vërtet për shatën e disa qapo janë me rëndësi, ma kryesore, ma ofenduese, ma një fjalor që me të vërtet nuk na takon. Ne si shqiptar, si vëllezër e motra, pa marrë parasysh bindjeve politike. Nuk do të thotë që do të jem tonë me një parti politike. Do të ketë Absolut. normal, të ketë mendime ndryshme, po të paktën për mos të ketë sharje, fyrje, ofendime. Mos u pajto me Ajo. mendimin tem që unë jam ndoshta me tjetër parti ti me tjetër, po të paktën mos u mshaj dhe mos u më ofendo, asgjë më shumë. Po kjo për fat keq, nuk e di, dhash zoti këto zgjedhje të kalojnë, edhe të mbyllet 2025 me këto të qia, e i uroj që 2026 ti bashkoj shqiptarët që din të bashkohen edhe inshallah zgjidhet qeveria, zgjidhen senet edhe ecin përpara edhe na si shtet. Qa më thonë? Po mendoj që ka një herë fajnë nashta, fajnë se sigurisht që ti nuk e din shka ka dhe me folë dëgjuesi. Edhe herën e parë, herën e dytë mundet me të i kalu. Po ka një herë, të më sinqerisht, fajnë du mjalon edhe media. Se për shembull, po flasë në bazë përvojës se fishojmë për ditë. Kur një dëgjuesi t'jepet mundësia 3-4 herë, 5-6 herë, 10 herë, për shembull me përsërit njëjtin gabim ose të njëjtin ofendim, atëherë dyqysh për jep hapësirë vetë mediumi, apo kupton? Këtu është qëllimi jam për shembull, okej, një herë, 2-3 nuk mundesh të paraqyku ose nuk mundesh me ja lexu trunin njëjtë, po kur e vren se është diçka jashtë mase, sigurisht që për mundësit mundet një edhe mi largu. Se përbes ka herë, po mendoj si po fitojnë njerëz bindje, që me që të fyrje, me çdo sharje o ka ngritë, to ka i duket mirë, apo kupton, i bëhet si normale aja punë. Po kur t'ja qet stopin dikush, mendoj se ai që ka veç pak logjik mundet mundal. E për ata, ka një herë përgjësia ju takon mediumëv, sa ju jepin hapësirë njerëzve, kur eskalojnë në kon fjallën jashtë situate. Se ka pak në të i kalojnë tonë, është mos e normal ajo po. Ahmet pajtohen plotësisht, po problemet të na si media. Unë po nis na për vete se na nuk kemi financues edhe nuk kemi donator, absolut financohem plotësisht vetë si familje. Edhe për këtë arsye na nuk i dhom shumë hapësirë të merren me disa gjëra që nuk i takon edhe nuk jemi të varur nga askush. Për këtë arsye, mediat që janë, nuk po ham që janë të varne, po kanë qa me thonë? Po të kuptoj. E duajnë lekin prej partive politike apo simpatizuzve tyre, ata i tolerojnë këto gjëra dhe nuk janë ngush deri ku bjen fytyra e pronarit të radios apo televizorit, deri kur bjen aq poshtë ato sharje që i lejon. Nuk lejohen, a ofendohet po foli haptas, a ofendohet shlirimtar tanë për gjitha kategoritë e luftës. Unë nuk isha edhe kum cek, jo një herë, po edhe me mia herë. More le të më afron kush don, me çka don. Unë asnjë cent nuk e du, kërkuj po ofendime për kategoritë e luftës, për shlirimtarët, për viktimat e dhunës seksuale, për martert, për ata që janë në Hag, për çdo njeri që ka kontribu për këtë liri që sot e gëzojmë, te unë nuk ka me bon kur asnjëherë, as edhe më i vogël. More heq, ma mirë 5 vjet të paq, mu knaq, se 5.000 e gubana. Ju, ato gjona nuk do t'i tolerojmë asnjëherë. Aty kisha mendimin, aty. Nëse t'ju lojmë kohë dhe tjeve, të falenderoj për mundësinë që më dha hapësirën, për gëzoj edhe një herë 2 vjetorin, të shfrytëzoj rastin, të uroj edhe vllazërit tonë besimit krishterë, Krishtlindje, dhash Zotit që t'i presim
që shkan ata qef me familjet e tyne, me tafën e tyne, me dashët e tyne, shnet në barësi e gjithat mirat. Gjithashtu edhe vitin e ri, sigurisht që jemi në prag të vitit të ri, gjithë shqiptarë ka dëqëjon të rukëtim të marë, inshallah shkojnë mire, vinë mire, kalojnë mirë që shkan qef. Faleminderit Lule shumë, natën e mirë dëgjofshi. Ahmet, falenderoj nga zemra, gjithashtu gjithë të mirat për ju, urime, festat e fundvitit, shnet, lëmtëri, harmonin, familje tuaj, respekt, ndërë që na telefonuve sonte. Falenderit shumë i kinderum. Hajde, natën e mirë gjithë mirët. Tong. Të dashur dëgjues, është ndërë edhe kënaqësia jonja që kemi këta dëgjues të mrekullueshëm, pra kam shumë telefonata që na kanë telefonuar, do t'ju marr të gjitha, po edhe një herë falenderoj nga zemra të nderuarin Ahmet Zeqirin nga Lucerni që na telefonoi sonte dhe na zbukuroi emisionin tonë në këtë 2 vjetor të Radio Zërit e Lirë. Kështu që edhe një herë ju përshëndes, ju kërkoj falje se nuk po kam kohë ti lexoj komentet që po na falenderoni, që po na përgëzoni për këtë 2 vjetor, por edhe një herë në emrin tim, familjes time dhe stafit Radio Zërit e Lirë, ju falenderoj nga zemra. E kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mrama mirë se na erdhe Vilsan. Përshëndetje Lule për ju dhe gjusë të respektu me djumit tuaj. Një herë të përshëndes edhe paraforcën Ahmet Zeqin, mikon që më të vërtet është nderë dhe knajsim me dëgju që sa herë flet bukur, prajshëm edhe i avlen me ndëgju këtë burë. Faleminderit shumë Vilsan, para se ta jap fjalën, unë edhe një herë kështu personalisht gojarisht të uroj festën e Krishtlindjeve, duke ju lutur Zotit që të sparit keni shëndetin familjarisht, gjithë mirat, harmoni e çka me thonë, Zoti ju rujtë e ju bekoft. E urime kjo fest e festufsit edhe shumë vitit të lumtura bashkë me familjen tuaj. Lule, faleminderit për urimin, faleminderit edhe Ahmet Zeqirin për urim. Për atë arsye dhe u detyrova dhe mora obligim familjar që jem në Lucern të Zvicrës, mysafir të vajza, edhe ndalë në salon që zhruar me madhe e kënena, dole në dhomë tjetër, vetëm që ju falenderoj një herë, të falenderoj ty personalisht, përzemërsisht, ty dhe familjen tonë, ngusht dhe gjerë për këtë urim. Paqi, urime, e gëzime, çdo herë e mbarsin familjen e juaj, po të gjithë këta ndëgjues që më kanë shkruar në rrjetet sociale, edhe më kanë shkruar privatësisht, më kanë thirrë, i falenderoj nga zemra, ja u kthesha me të mirë, e festoshëm çdo herë Krishtlindje e Bajram së bashku. Lule, një herë do të përshëndes edhe i kam një 4 ndëgjues, tonë i kom të mirë, po më kanë thirrë personalisht edhe kom obligim të falenderoj për avniqërinë në Laur, se vllain tanë Gazmend Bajrami nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I falenderoj nga zemra femia jem e gjithë njerëzit e mirë, që më të vërtet Lule je model i këtij mediumi. Unë kom dëgjuar edhe disa mediume më herët, sparit uroj 2 vjetorin e mediumit, paqi, shëndetin edhe sukses vazhdimsi. Në altë kur suksesi juaj, se më të vërtet ja vlen me ndëgju, po ndëgju si është sikur bleta. Aty kur e sheh mo që nuk di mirë, ai largohet. Po largohet sepse largohet jo ndoshta nga moderatori, po largohet nga njerëzit pa cipull, pa ftyrë, që mundohen më diktu ty ku më thirë edhe shka më folë edhe pse më. Lule, ne asnjë medium kontratë s'kem, me asnjë medium. Po unë ndeshme edhe njerëzore që ndëgjues kur hin, bile të paktën të ketë kujdes për fjalën që e nxjerr nga goja. Po kia si të pa ftyrë, pa dinjitetshëm, të shndrohet çdo herë besa nuk hin ai për vlera, po hin për nën vlera. Pe kupton çka do thotë nën vlera, se s'po duhet ta e për atë arsye, kur jënë disa njerëz aty, pa ftyrë, pa cipull, gënjeshtar, paradite, ja shon nonën dikujna, ose në darkë ja shon nonën mërderatorit, e të njesit, e thret, edhe i zgërdhin dhëmt. E këta njerëz nuk i duan shoqërisë Lule, se tha Ahmet Zeqiri, fatkeqësisht, Kosova ka kësi ignorantash e njerëz pa ftyrë sa dush bre,
Ndarkja sa nonën, e në mëngjes e thret dhe i zgërdhinjët. Lule, para me ndo dhe ku shkon mendja njerit. Andaj, besoj dhe shpresoj, me gjumin tuaj, nuk kanë vend ta njerëz të poshtër e paftyrë. Nuk kanë vend. Se ata me një herë të tregojnë ignorancë. Andaj të uroj edhe herë suksese, ma mirë është me 5 dëgjues ndershëm si me 500 flist, se s'bojnë derë ata. Kështu që edhe një herë ju falenderoj, Ahmet Zeqirën më të vërtet e elaboroi aq bukur, po ndoshta unë jam pak më direkt se sa Ahmeti. Ahmeti shkoi pak ma këtu se I rezervuar. Ahmeti shumë mirë edhe besoj që të kuptu qartë edhe pastër Ahmeti, është të më kuptu se njeriu duhet lufton për ftyrë, po s'ki ftyrë, po s'ki moral, po s'ki dignitet, unë nuk e di pse do të jetojsh, për shka jeton. Atë moment që mund të cënohet ftyra ime, apo një dëgjuse, me gjumin tanë, delë dhe thot, që Wilson Pranaj i ka shkru, apo e ka tentu diçka me lëndu, unë e mo nuk ekzistoj si njeri Lule. Nuk ekzistoj mo si person. Për atë arsye, njeri duhet me pas ftyrën edhe moralin. Po si kish të dyja, ti kur gjë s'ki, ti mushe pas modën e dy janës, kur je i pa ftyrë e pa moral shumë s'dyn kur gjë. Të lumt. Kaq të personte, edhe një herë të falenderoj, gjithat mirë, shëndet e të mira paçi. Ti e krejt dëgjuesit jem para fund vitit, urime, gëzuar këto ditë që po vinë, harmonia, dashnia, lumturia e shëndetin mbretëroft në familjet e çdo njonit, i cili është i ndershëm, pa ndershmit e hub toti se si të prisë. Faleminderit shumë Vilsan, natën e mirë, gjithë mirat, në emrin tim edhe familjes ato ju shpreh gëzuar për këtu Krishtlindje, e kalo sa ma bukur të vajza, Zoti ju rujtë e bekuf. Natën e mirë, gjithë mirat. Natën e mirë, gjithat mirat. Natën e mirë. Pra, të dashur dëgjuese, kishëm edhe dëgjuesin ton Vilsan Prejnaj, ku e falenderoj shumë për këtë fjalë, e falenderoj Cek edhe njëherë për kontributin që jep. Me të vërtet një dëgjuesim mrekullueshëm, respekt pafund, edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve emër për emër. Po ju kërkoj edhe falje që s'po moj të ja vlexoj këto komente kaq të bukura që jeni duke shkruar se kam shumë telefonata, kështu që unë ju ftoj të na telefononi, po edhe të keni durimin se të gjithëve do t'ju marr, po edhe ju tjerë telefononi, pse jo. Ka pa ndërprej telefonata, por unë po përpiqem të marrë kështë që është nga kanë telefonu. Nuk e di ka njëri që ka telefonu dhe 20 herë pa ndërprej, mos u godni, një herë telefonani unë do t'ju marrë. Kështu që e kemi edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mra ma mirë se na erdhe Sabilje. Mirë se gjeta Lule, që shie, e mirë. Mirë, faleminderit Sabile, mirë, po ti si kalove sot? Mirë, dhe më shërtos pak qytet, e tani ka shpia, me shptaf koha, ftaf. Qa me vaktin e ka? Jo, Sabile, nuk kemi temë, kemi emision special se është sot edhe kjo festa Krishtlindje për gjithë shqiptarët të besimit katolik, po ashtu sonte kemi edhe 2 vjetorin që kemi startu me Radio Zërin e Lirë, kështu që s'kemi marrë temë, është temë e lirë, mund të përshëndes, mund çfarë dush të falsh, nuk ka problem. Pare e ore 2 vjetorin e radio si shada dhe shumë vite edhe 100 vite. Ashtu e ore festën të gjithë këtë festë. Inshallah festojnë gjithmonë familjen e tyne, sëtë në veçanti këtë ventonën e njeva, këtë scenjat që ka amnen. Ja përshëndet, urime me mbarë familjen tonë, inshallah edhe shumë vite festoni e tonë të mira të gjithëve, ata që festojnë të gjithëve urime. Përshëndet të gjithë në zhvilën të poshek aty, përshëndes edhe një familjar të amin Sabitin me bashkër të Nezhen, me një fjallë krejnë dhe gjusit janë përshëndetën Recep Gashin, se jem mirë pa e plja të kulle, hallo, shodha i shtjerë.
Falenderoj Sabile. Përshëndes ty shumë, Lule, me bërë familjen tonë, veç Faleminderit. antimit të ndardhoni, krejnë dhe gjusit janë të përshëndetur, me natë mirë ka dhe bukur. Faleminderit Sabile, natën e mirë, gjithë mirat respektin Natën tonë. e mirë. Natën e mirë. Të dashur të gjuse kishëm edhe Sabile Sadikun nga Suedia, edhe njëherë ju përshëndes të gjithëve emër për emër dhe ju falenderoj. Po ashtu i përshëndes edhe i falenderoj edhe njëherë gjithë ju që përshkruni, por me të vërtetë nuk më mujt t'ja vlexoj komentet, ju përshëndes. Jam duke i marrë telefonusit, kështu që qa me vonë, nëse më jepet mundësia, pse jo, do t'i lexoj pak më vonë, nëse ju Ku u bloku pasharët. E u bloku s'më dihet ka sa për shka pasule që tash. Unë dohet me bo Viberin restart se u bloku nga telefonatat. O, ju kisha lutë njëherë më telefonani edhe unë do t'ju marrë gjithve. Jo, unë po të thirë baceregjë, po nuk e di pse, nuk e di pse nuk po mund me marrë. Unë po të thirë, po ti nuk po lajmëruhesh, kështu që qa me të bon. E kam edhe telefonatën e radhës. Ale, përshëndetje, mi mra ma mirë se na i rdhagim. Mirë mbrëma, përshëndetje e nderuar dhe e respektuar Lule Shabani për ju, në barë drenitën edhe gjithë ndëgjues të radio Zëri i Lirë. Falenderit shumë agim, po që shia agim a i e gjallë, Allah ile. Allah ile me të pas interesu, kishe vetë bile. Jo, Allah i qëre, nuk o modja që më interesant, se në me nisë mi thira ose mi shkru krejt dëgjuzve, sa janë këtu 28.000 ndjek si kina, pasha 20, nuk e di që ka me bëndet, me dalë me ditë ku, me hu. Jo, këthe në hajgore, lej këto. Une bëj edhe hajgore, po për të thëmë vërtetën. Fiks, një muj dhe të gjim Berisha o konë smut, grep, po shfar gripi, theshin, pasha zotin kovet. A nja je ma mirë tash? Që një 4-5 ditë mirë, ja. Qaja kërësore, shqyqyr që t'ka kalu, inshallah nuk të përseritet kohër. Me rëndësi është shëndeti e tjerat, nuk o me rëndësi fort. As kusht thirë, as kusht thirë. Kërësore ti me konë mirë, me një vetën mirë, kaq. Qa me bon? Ka njëherë njeri nuk banë edhe mi pengu, si dhe mos dhe gjust, edhe mi thonë pse ku ji, pse s'po thirë qaj ki punë, pse njeri bjen atë pozitën që si kur detyrëm mi shkru një dëgjusit. Ju e din ti personalisht edhe din gjdo dëgjus që është të Radio Zëri i Lirë. Prej ditës parë deri sot halau as edhe ma të vëglin shkrim nuk ja kom po kërkuj. Absolut. Se mu më duket që është detyrëm, se shumë radio, unë po thamë për radio, marrin kontakte private, jo qampare, jo ndihmam, jo këne, jo anej, bigji, po ju ka ndalë probleme, faqet, zeza, maskara lakanat, dhe këte e najnë fët. Kështu që unë kum dosh me najtë kjo lule që jam, ata që dëshërojnë, mujnë të kyqen, telefonojnë, ata që jo, letë nëngojnë, edhe kështu rrina dhe gjusë staf, një farë distancët e kemi gjdo herë, po gjdo herë në bashkëpunim kur jemi drejt për drejt në radio. Une e pota për shakoti mere që shdush, edhe kaldrova drejt që shë kam punën. Ti po të për shako, po në fulla shumë bukur edhe shumë seriozisht ata që ka onë dhe tash për veti, ju për juve. Unë për dëgjus nuk moj me thanë, por në presë gjdo herë shakot, respekt, po i lutëm zotit që ti qyqyr që ka kema mirë, po dhe gjdo dëgjus t'jetë mirë me shëndet, me familjen e vetë. E inshallah këvit që po shkon, i mesin të këqijat e aj që vjen gjithë të mirat për gjithë shqiptar kudo që është. Faleminderit, goja t'lumë. Para se me fillu me dishka tjetër, kam knasësin, t'ja voroj Krishtlindjet gjithë ata që festojnë besimit katolik, dhe zotit festojnë
të jetojnë sa të ketë njerëzim miket dhe, se borgja kemi një një shoqit, një jemi, edhe ndëgjuesit nuk mujta me nejtë live stream, thash njerë du me thirë tana shnosh. Faleminderit shumë, shqyr që ko ke ma mirë, aja me rëndësi agim, respekt pa fond. Sante të shëcike dhe të nuk kemi tem, i kemi kush dënë të uraj Krishtlindjet për shqiptarët të besimit katolik, po ashtu kemi edhe si emision Arktus, pse jo se sot i kemi bon rrafsh 2 vite që kemi startu me Radio Zërin e Lirë. Hajde urime, pra. Faleminderit, respekt. Që është të lutë. Qka dë, a jenë gjendje me naknu një kong apo jo? A ke marrë vetën apo jo? Që kjo një kongë së më pëlqen asë njerë. A një 2-3, sot dush, naj kong, pra. Nuk u dzuva me thonë shumë kong, se që po dio ne. Kështu që ti din që na çdo herë thujna me një, po pse jo, 1, 2, 3, na asë njëherë nuk o që nuk kemi qef, se ne po dëgjojmë edhe pe YouTube këto për shembull, e jo dhe mo si këngëtar që jeti me të vërtet na zbukuron emisionin. Çdo herë të falenderoj nga zemra. Shkoj. Shkojna. Lolja jetës jerinije, s'ka kuptim jeta pa tyje, largë more baratine, ne përbot me qefin shpize. Na u kanë vro shpresat për jetë, kanë me shmijat veç me pleqen, kulla tjetra me u vëgjake, janë të shemë për ditë nga pake. O shumë tua borë shpise, snihet zhurmas lojat mise, me të shkredito ka për bujkon, kanë me të malet veç me vujkon. Bjesh këtë pysin me habije, pse në tretjo bukurie, në romi bje i zoni ljodres, u shkretu o borri shkollet. Zemër thyjo në largu tone, malli trollit është nirone, kur po kthem nga mergimi, s'mohen lot prej mallen e gjimit. S'ma do shpirti e mës muje, kur po flasin qurë të huje, kisha dosh pensat këtë jetën, vetëm shqip me më përshëndetëm. Zotë plotëso ma këtë të shire, kombin tonë ta shumë më mire, mos me pas kur molle vloten, ku kem linde po qimvoren, mos me pas kur molle vloten, ku kem linde po qimvoren. T'lumt, falenderit shumë, knërsh gjithmonë. Bashkë inshallah. Shkojmë. Shkojmë. Oh!
pyta trenicave duka vëqini, pyt do zemër jes do të rrimet. Pyta si panja fluturim, lab gondak edhe boletine, tonë po pysin për dytënima, si fyshek qej dhe selina, dytje më të forte me shqiptari, si kur Hamze badem jam shari, o badem jam shari. O në shqiptari krejt, o Nelmon, o bjo mat mirë dy shokon si gjonen. Betir gashin e muj krasnishin, kjo Kosovë kështu vetoj rriti, si per kong me qifte ligje, si per pushke dhe trimerije, rrit nevojtat e Kosovës, si bylbyla tuja thonë kongës, o tuja thonë kongës. O deri tasho, shko vajzi, o di kam pranë kongë me qifte ligjen. Jesa heronet kamran kovang, aq her push, une komet dhone, shtu fatënimi, beqir sefa, per Kosovë muson dhimet jeta, se me zemër i kam knue, e per tavë tash ka me ljuftue, o ka me ljuftue. O kështu ka mësue, ka nga plakut, derin piken e fundit gjakot. Leta djegë floka babrotin, let jam unë sa gjakun ljotin, nryses mujna me dal hakut, po tres njash pra gut konakut, shtu thon trimat muja ve beqa, per Kosovë jos në dhimet njeta, os në dhimet njeta. Kështu thon trimat muja ve beqa, per Kosovë jos në dhimet njeta, os në dhimet njeta. T'lumt, knërsh gjithmonë. Faleminderit shumë agë. Po përse lule. A e kam batin fëmija tu, batin në nverë? Po, fëmija edhe Enveri, po këto janë, po kësaj dikina. Po shëndes. Avnia sigurisht në Kosovë është. Nuk e di për zotën, nuk besoj se avnia me pas ka në Kosovë, na kish lajmëru, po ju nuk është në Kosovë, kësaj do është. Nejse, i përshëndes gjithë lule. Faleminderit shumë agë me respekt, ishte kënaqësi të roj edhe njerë shërim, sa ma mirë të kalosh edhe këtë fund vite, respekt pa fund. Faleminderit edhe për këtë dy këngë bukur edhe për telefonatën. Faleminderit edhe nga ju, edhe ju uroj shëndetet mirat e botës, gjithë kombit tonë, sidomos,
ta përcjellim këtë fest, i kemi 3 festa rend, edhe 28 dhjetorin, edhe vitin e ri, dhosh zoti me një kam në barë, se me të vërtet i mi lodh 4 pas zgjedhje për një vetë. Kjo është e tepër, po shqiptari zdërzohet kallaj. Jo, zba mu dërzu. Faleminderit shumë agim, natën e mirë, gjithë mirat e respekt. Natën e mirë edhe juve dhe gjithë dëgjuesve. Faleminderit Anto. Të dashur dëgjuese, kishëm pra edhe agimin nga Lipjani, ko falenderoj, pra numër është i lirë, tashmon edhe të telefonani, në plus 383 48 1509 70. Unë të përpiqem të marrë telefonusit, që kanë telefonu. Lojmë duke të jarur, po. E ju në shku tonë, po nosh, se na shkujna sa të rahatuën pak, që me shku në këtë laqumi. E kam edhe telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mroma mirë se na jerdhe Bacereq. Mi mroma mirë se u gjeta. Po si je Bacereq, si po kalon atje në atë pejen e bukur? Mirë, valla më kanë thirrë fëmija atje, po që s'mujta barson të ka djali 45 vjetorin atje në Frankfurt. Baba, hajde po s'mujta me shku, i kam dhe obligime, kam i kry, e qështu që nuk mujta me shku. Dhe ju kom shkru edhe në liber, ju shkru bas mujta me morë, po mirë, tash more ti mund, faleminderit. Qatë herë bashkë kur thirshë ti thirshën krejt për i herë dhe u bloku dhe vajberi për zote mo nuk mësh as mi nol, as me marë kanas. Të falenderoj shumë, Bacereq. E kuptoj se ka, me shqyqyrës do të që ka thirje, se ka thirje se jeni të mirë, se me konë kësis kësh pas thirje. Jo, e vërtet është. Me juve jam gati për fillimit, edhe jam shumë i knaqën shumë edhe ki edhe dëgjus të ki, shumë të mirë, e të sjellshëm, e të në të mirat. E uroj këne dëgjusve të pesë katolike, e uroj këshëndjelat, gëzuar për shumë vite, inshallah me shnet e bereqet. Faleminderit shumë Bacereq, të falenderoj nga zemra që je prej ditëve të para bashkë me ne dhe je çdo herë, çdo natë në shkrime, po ka një herë edhe në telefonat. Po ashtu banë edhe shpërndarin e faqes të unë të falenderoj shumë, veç të lutem nga Zotit të kish, po e shohën, po. Inshallah veç e ki shëndetën e ke vit që vjen viti 2006 të kalosh sa ma bukur me shëndet edhe inshallah bosh bashkë edhe me thmije knaqesh, qa me thonë Bacereq, valla që shtë zërë, u borë një farë vakti i keq për Bacereq, qa me bo? U kemi vetën, pishoj që tu në banesa ku jem une, janë 70 banesa, anza bes, gjysa janë vetën, si une. E vërtet është. E vërtet është. Gati për panik është. Interesant sa shumë, tonë jenë me të vetën bre, s'ke me të vishë pleq, a i që tash pak unë gjallë si erdhët ju, zotë ju në rofë të faleminderit që për në vini, se mësë me konë ju për atjet, në leve këtu qenis në kishë hongër. Valoj jo. E musmija po mojnë se sa për një penzion të rrugën që isha mujtë me dollës as për i doqë. Valla e vërtet është, po shqyqyr që i ki thmin jashtë, shqyqyr që të ndimojnë, se e vërtet është se ma shtrajt janë atje disa gjona besa se këto, për zotën po, e vërtet është. Po mërzitën, për thëmë jo mirë, atje, po përpunoj, në keshën tje, po tonë puna, që ka me shkur gjo jetë sa vetun, gjuhën se disha, thash pa mje që tu po dalë për shëtiti, për që ditë po eci, i ka e pi një kapi një qajtë rusi që tu, e be i teshesh me do që mosanika dhe ka do dita. E vërtet është, sidomos sa je i fortë, mund me dale me hije, nuk jemi ftja që kërkuj pse jo, del knaqë me shoqnije me, se valla kam për të vjetrit është borg i gjallë, për zotën. Gjuhën se din, thmija punojnë, një pa mesa në për shkolla, edhe ta në kohën nuk rrihet banesë, deri mbrëmje vetë nuk rrihet. E vërtet është.
ata në punë, gratë në punë, fëmija në shkollë. Thasha më kini thjerë mja rujtë banesën, jo dha për shkaj për rujtë temen. Shumë e vërtetë, Baceregjon, të falenderoj shumë për telefonatën, zotit do shëndet, respekt, pa fund e ka le bukur në vazhdim. Natën e mirë. Urime, edhe shumë vite ju dëgjojmë e knaqe me juve. Faleminderit, amin inshallah ki gjatë të shëndet, respekt, natën e mirë gjithë mirë. Jeni më të mirë në të gjithë, më të mirë tini. Faleminderit për këtë fjallë, Respekt madhe. Natën e mirë. Të dashur dëgjuese, kishëm edhe Recep Mysaitin nga Peja, ku e falenderojmë. Unë kam telefonatat e humbra, po do përpiqem të marr, kështu që është na kanë telefonu. Të shoh, kam në linje edhe një telefonues, edhe njëherë ju përshëndes ju gjithë që jeni duke shkruar dhe ju falenderoj për shkrimet që jeni duke i bë. Alo, përshëndetje, mi mrama, mirë se na erdhe rra. Përshëndetje, mi mrama për ju dhe gjithë dëgjuesit dhe shikuesit tonë kudo që janë. Faleminderit, vllaçko, si kalove sot? Mirë, faleminderit, mirë po kalojmë, mirë jemi, Allahu Zotë kështu, më konë gjithmonë. Vllaçko, sonte nuk kena temë, por me qenë se ji këtu, i dëgjove edhe parafalësit kemi urimet për dëgjuesit tanë që janë dhe për gjithë shqiptarët të fejs katolike, pse jo edhe çfarë do të na thuash për këtë 2 vjetor të Radio Zërit e Lirë. Po e shfrytëzoj rastin të gjithë vëllezërve dhe motrave të shqiptarë të besimit katolik, ja uroj Krishtlindjet, paqe dhe mbarësinë familjet e tyne. Ne urimi veçantë shkon për mikun tonë Wilson Prenaj, urime Krishtlindjet, mbarësi, jetë dhe shëndet për gjithmonë. Në vazhdim du me i falenderu të gjithë dëgjuesit tonë që na kanë mbështet këtu në live stream, që 2 vjetë kanë qenë shumë të mrekullueshëm, dëgjues që me të vërtetë shumë radhë tjera na kanë zili. Një përshëndetje dhe një falenderimi për zemër shkon edhe për Cen Laushën, për avliqërimin dhe gjithë ata dëgjues që kanë qenë vazhdimisht besnik, mbesën tonë të dashur Fidajet e Hutën, të Zohin Kushërinin, Recep Goshin, gjithashtu pa harru. Kemi shumë, Fehmin, po, Bacin Regje, shumë. Në ndërprej se ranë, që është të të tash muhën e havërë dhe krejnë. Pa dalem, bro. Unë nuk qa dosh ma shumë me zgjotë, me qenë se ki shumë telefonata, dhe është e pa drejt mi u morë kohë dëgjuesve se kanë dëshirë më shprej urimet e tyne, më lidhë në live stream me kash, për ndërprej, po rriqë është mas perde dhe para perde të ju këshyrë, edhe njëherë notën e mirë e gëzuar për jetë mëtë. Faleminderit vllaçko, natën e mirë, gjithë mirë, atë respekton këto. Të dashur dëgjues, e kishëm edhe vllaun në temë dhe administratorin e Radio Zërit të Lirë, Rahim Gashi. Nuk e di, e kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje, mi mra ma mirë se na erdhe. Përshëndetje, motra Lule Shabone, respekt për këtë emision të mrekullueshëm. Po si jo Shaban, si kalove sot? Vallaj, kur ma mirë u knoqa. Në shqyqyr, inshallah gjithmonë knaqesh. U knoqa me këtë programin tonë, bukur po nuk di kush këtë që këtë dëgjuesi që ke para meje, përshëndes, po një qka moni shkonë. Ky ke administratori i Radio Zërit Lirë dhe vllovi jam Rahim Gashin nga Arezalla. Po. O, respekt për to Kri Shaboni, dhuj, e urime, dhuj, radja e inshallah me suksese me të mira.
Faleminderit shumë Shaban, respekt pa fund. Të kom korit, që pas ka pas 17 muaj, Ja, s'ka gjanë, nuk koritesh as një herë, nuk do të thët aja se na njerëz jemi edhe s'koritet kërkosh pse mu korit. Si da jo, mas se e ti... ina kesh ty për qilë do kolegë, po vim, ata rani është me kryn 4-5 po këta desh të atë zotit e tjetë po vim, po du t'i po qilë kolegë, po më shkupesh për shpije. Ata ne nuk mujta me ditë kush ke. Hec, s'ka problema. Halon pun je? Po, ta shpej 4 dhe nese natë jem pun. Këtë këndrën natës. Falim dhe të një jam ndrimin e vitit 3 kotë kismet, ndrin punë që jam. Po, qa këmë bo më të lule, respekt puna, do të mjavë respekt punës, po, nuk i qa më bo më të jeme. Jo, s'ki qa ban. Po qa ka të reja atje na doga gjenë? Valloj, më të lule, nuk është puna kes, mirë është, po zarat gjinja në ka nërë, falimindes me në klarë, jenë nërë. Atë ka nërë djemt të Shaban, atë ka nërë djemt. Po e nërë dhe nërë që në një javë. Në shqyqyrë, që shpo kalan? Mirë, falimindes me të dalurët të babit. Ja, falimindes për tyne, në una e ka shku atje, ta e nërë këtu. Pua? Mirë shumë. Po, në una e ka shku të mukotra atje, e këta e nërë të babi. Shumë mirë. Po, dhe më të lule, jo si po furni, jo si po livdura këtë emision, veç pasha që të natë sontit, i shala e me gjithmonë këtë emision të mërkullushë, ndash i kom shuk, ndash i kom lazëm, ndash me gru, ndash jem shoqe, ndash jem motë, ndash jem gru, me qika ton jem shumë rregull me ta. Mirë shumë, qaj është më rëndësi kër është njeri i lidhët me familje, bravo ju kofte, inshallah kështu gjithmonë ju shkon jeta. O, faleminderit me gjithë tutje rabizët, e me vlazën e me konti kish. Faleminderit shumë, Shaban, nuk kemi temën, të falenderoj për telefonatën, respekt pa fond, veç të raj, punë pa lodhje, e arktim të mirë. E të kërkoj edhe prom, se më kështë pa telefonu, po më kështë pa nalë rryma, pe orës 8, dhe në orën 2 e 15 minuta nuk ka rryma. S'keni pas rryma? Jo, valloj, më të lule, e kërkoj falje shumë për në emisionin të mërkullushëm, jo si po thëma dhe gdena, po e kemi një emision bukur, jo si po livdona në insan këtë emision tanit bukur, po e kemi një emision fantazi që mota si na respektoj, edhe unë e respektoj, e falimindes pisajna se për na përshëndet dëgjus e radiot të zërit të lirë, edhe të me Lule Shabanin, me ton dëgjus që jemi këtë emision bukur, shumë bukur. Jo si po livdona diçka veç shumë në emision bukur, e përshëndes zojen, kushke e përshëndes një natë bukur, e natën e mirë mbota Lule, shumë. Faleminderit Shaban, natën e mirë, gjithë mirat, respekt, tonë. Të dashur dëgjuse, kishëm edhe dëgjusin tonë Shaban Ali Mejhaj, ku e falenderoj për telefonatën. Nuk di pse disa dëgjus nuk më i marrë në Viber. Nej, se si dhe që tjetë numër është e hapur, mund të telefononi. Edhe njëherë ju përshëndes të gjithve, emër për emër ju falenderoj, e kështu do shkoj me pak pauzë dhe do të kthehemi pas pak.